Shpërthimi i një pusi nafte në Fier ka vënë në rrezik jetën e banorëve në fshatin Belin, të cilët janë detyruar të evakuohen si pasojë e masës së gazit që është përhapur në atmosferë. Qytetarët janë larguar nga banesat e tyre duke kërkuar ndihmën e policisë, ndërkohë që fontana, e cila ka vijuar nga ora 14:30, ka zgjatur për më shumë se 2 orë dhe ka përhapur në gjithë mjedisin përreth lëndën djegëse, duke mbushur zonën rreth e qark me gazin e dal nga pusi. 2 ka dhënë këthe plasi, që mori e hodja të tupa për një gjithë njëna jemi në shpërthimi. Në beri hatanë, si kur të shpërthej në i flak aty, shpiti ikën, ne ikëm, sa me si i bem me një jetë të tërë. Gas edhe serë, shpërthime të mëdha edhe gas. Mësohet se fatmirësisht nga ky shpërthim nuk ka të lënduar, edhe pse ai ndodhi në një zonë të banuar dhe pranë shtëpive të këtij fshati. Sipas policisë së Fierit, pusi i naftës ku ndodhi shpërthimi nuk ishte funksional dhe ai nuk shfrytëzoi më për nxjerrjen e naftës. Në reaktivizimin e tij, i cili alarmoi banorët e fshatit Belin në zonën naftmbajtëse të komunës Sharrës në Fier, dyshohet të jetë vjedhja e saracineske së pusit për skrap, duke e kthyer këtë pus nafte në një vatë rreziku për jetën e njerëzve përreth tij. Policia ndërkohë ka nisur hetimet për të zbardhur në mënyrë zyrtare shkaqet e vërteta të kësaj ngjarjeje, e cila ngjalli panik te banorët dhe vënia nën kontroll të lëndës djegëse nga frika se temperaturat e larta mund të shkaktojnë një ndezje të saj. 2 gjys jashtë ka.